Good morning, world. The sun is up and so am I, ready to ease into the day with intention and gratitude. First things first, check my notification on my phone and do some stretching. Time to dress up and go right to the kitchen because somebody's hungry. Wait, first we need to fix the bed. I try to fix the bed every morning, but sometimes I'm too late for work. I like to change the sheets once in 2 days, but I changed them last night. With just a few simple ingredients, milk, unsweetened cocoa powder, you can create a delightful beverage. Time to unload and load the dishwasher, and I usually do that 2 times a day. Time for a coffee to open my eyes. I want to say that an espresso machine is perfect, but the pods are a little expensive, and I have bought this pods from Starbucks, but I need to order them online at Nespresso website. Let's go to the next thing to do in this long morning. Smoothie. If you think that this morning is over, you are wrong. We have one more thing to do, and then we can step out at our day. And this is for me. Let's kick off the day with purpose and positivity. Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në një video tjetër. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë quhem Silvia dhe ju ndodheni në kanalin tim të YouTube-it. Po bëj një hyrje pak të pazakontë për videot e mia, sepse zakonisht jam në makinë, ndoshta kur jam duke dalë ose në shtëpi, por vendosa që sot ta hap këtu në tualet sepse do bëj flokët me vajin e rozmarinës. Nga skenat e para që keni parë të video, ka kaluar goxha kohë, duhet të kenë kaluar mbi 4-5 orë, ndoshta 6, nuk e di. Por që se më dolën disa punë personale të cilat më duhej që t'i mbaroja, atëherë shkova dhe i mbarova. Gjëja e parë që do bëj disa japrak, sepse nga shtëpia e mamit Olenit ishin bërë gjethet e rushit. Edhe dua patjetër që t'i bëj sepse po i prisja ato gjethet e rushit që të bëheshin, kam mbi 2 javë që i kam kërkuar mamit Olenit që nëse bëhen të lutem më mblidh. Edhe mi ka sjell sot në mëngjes në orën 9, edhe i ka vendosur në frigorifer. E di që pa make-up mund tani ndoshta dukem një skandal i vërtet, por ky është realiteti dhe jemi në lidhje për të treguar realitetin. Unë tani do shkoj në kuzhinë sepse më duhet më patjetër të nis japrakët, në mënyrë që të arrit të mbaroj, sepse përveç japrakëve, Oleni më kërkoi që të bëj chicken wings, gjithashtu doja që të bëj edhe një tiramisu. Pra do të bëj 3 gatime të ndryshme tani dhe të treja kërkojnë kohën e tyre të gatuara, kështu që më duhej patjetër që të filloj sa më shpejt të mundem. Atëherë i vendosa chicken wingsat në furrë për të pjekur, dhe se do vënojnë diku tek 1 orë për të bërë. Dhe këtu shikoni vetëm jeshillëke sepse do përgatisim bashkë japrakët. Këtu kemi nanen, të cilën ne nga jugu e quajmë nane, por duke se e quani dhe viozëm. Gjithashtu kemi dhe gjethet e rushit të cilat mami Olenit i ka larë dhe i ka pastruar. Këto janë gati. Vendosa që dhe spinaqen ta merja gati të pastruar, të larë. Por ju dini që unë kam qef që ta pastroj dhe një herë vetë pasi e blej, por këtë radhë do vendos që t'i besoj paketimit edhe t'i përdor siç janë. Thjesht t'i gry të vogla. Dhe vetëm e gjë që duhet të laj janë qepët e njona, edhe këto do t'i bëj të vogla, pra t'i presim shumë imët, dhe t'i bashkojmë bashkë me spinaqin edhe me nanen. Edhe pastaj të shtemorisim edhe të bëjmë bushjen e gjethteve të rushit. Dua të dini nëse edhe ju i keni qef japrakët, sepse unë realisht vdes, kisha 2 javë që pëthosha mamit Olenit, të lutem më thuaj kur të bëjnë gjethet e rushit, sepse doja që t'i bëja. Dhe pash Rean që kishte hedhur një story para 2-3 javësh që kishte bërë dhe isha o zoti ma të lutem bëj që të bëhen me këtu gjethet e rushit. E di që ka dhe në kavanos, por unë nuk i preferoj ato në kavanos, për që këto që janë kështu gati bio nga rushi. Atëherë po filloj që t'i ngrit të gjitha këto, edhe fillojmë direkt përgatitjen e japrakut. Nga fura, do të transferoj në një tepsi tjetër dhe pjesën që kanë të erëzave në fund të tepsisë do ta bashkoj bashkë me gjalpin. Me gjalpin të cilin e kam këtu do ta shkruaj pak në mikrovalë dhe ta bashkoj bashkë me erëzat në mënyrë që të krijojnë pak me si salcë. Okej. Chicken wingsat duken kështu, thjesht do të transferoj tek tepsia tjetër. Atëherë këto janë chicken wingsat, kanë dalë super të mirë, salca që unë doja të përgatisja me gjalpin dështoj, sepse kanë ngjitur në fund të tepsisë mishi dhe nuk ka pothuajse fare erëza, thjesht është pjesa e mishit e ngjitur, kështu që nuk mund të krijoj një salcë, por në momentin që ti konsumojnë do mundoj që të krijoj një salcë me majonezë, me ketchup, nuk e di. E di që kuzhina ime tani duket super rëmuj, këtu kemi edhe një fanta që hapi Rajani tani. Tani po ndihem shumë e lodhur, kam edhe shumë vap, edhe mendoj se nuk do ta bëj tiramisun për sot, thjesht do bëj
Japrakët, gjethet e rushit kanë zirë, janë këtu, thjesht, unë duhet tani që t'i heq ujë. Out! I kam të gjithë këtu, te këtë tepsia e madhe, tani të vendos në full. Realisht më lodhe shumë, sepse unë kam një gjë që nuk i dua japrakët shumë të mëdhenj, i dua thjesht një gjethe dhe të jenë sa më të vegjël, sepse ashtu i shijoj më shumë. Thjesht ishtova pak më shumë krip orizi, sepse nuk ishte aq shumë sa duhej dhe tani do t'i fus në furrë për një 10 minuta sa të bëhen pak të marrin një faqe dhe pastaj direkt jemi gati për t'i ngrënë. Atëherë po mendoj që ta mbyll për këtu ditën e sotme, sepse nuk kam se çfarë të tregoj tjetër përveç se të pastroj gjithë shtëpinë, do bëj edhe një dush për veten time. Ndërsa për nesër Rajni ka ndeshje në mëngjes, ka ndeshje futbolli, do shkoj me Olenin, ndërsa unë do shkoj në qendër tregtare vetëm. Do të shkoj pak te Sephora të blej disa gjëra që më duhen për fytyrën, do të blej një parfum, gjithashtu do të shkoj edhe në 2 dyqane të tjera, të cilat do më shumë do të shikojmë nesër, sepse më duhet të marr disa gjëra që më duhen për shtëpinë, disa porosi të tjera do të bëj online. Që unë po mbyll për sot dhe ne bashkë shihemi nesër. Natën. Feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. Hello, nga dita tjetër e këtij vlogut, nga dita e dytë, sot është e diel, edhe ju kam thënë dje që Rajani ka ndeshje dhe vendosa që unë do qëndroja në shtëpi, nuk do vija, do vinte vetëm me Olenin, por dyshova mendja. Kam fitur gjumë deri nga ora 9, që kisha kohë mjaftueshme që të shkoja tek ndeshja është në orën 11. Dhe pas ndeshjes së Rajanit pastaj do shkoj në qendër tregtare për të blerë gjërat që dua të blej. Vendosa që të vetë sot, sepse nuk mund ta lë këtë çunin tim të voçkël pa e parë se si luan, edhe shpresoj shumë që sot të fitojnë. Koha sot është shumë e mirë, është diell, është pak freskët, nuk është aq shumë vap sa ka qenë këto ditët e tjera, edhe është ditë perfekte sot për të dalë dhe për ta shijuar ditën jashtë shtëpisë. Duke qenë se dje kemi qëndruar në shtëpi, duke bërë vetëm gatime, pastrime dhe gjithë gjërat që shtëpia ka nevojë, sot do jetë dita që do dalim dhe do shijojmë ditën tonë të diel. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. Tani sa po mbaruam, edhe ndeshja doli 4-1, humbën, por Rajani ishte më mirë se sa ndeshjen e parë që lozën. Kështu që ne tani po ikim në shtëpi, unë do bëjmë gati dhe do ikim direkt tek qendra tregtare. Ne tani sa po erdhëm tek qendra tregtare, po t'rregoj pak a shumë outfitin tim se çka kam veshur. Jam veshur shumë thjesht, kam veshur komplet me të zeza, pra kam veshur fund të shkurtër të zi, i cili ka shorca nga poshtë, edhe një t-shirt të zi, edhe gjithashtu çantën e obegut që është mustard. All the right words poured from your mouth, holding me tight, saying I'm all yours, but I'm feeling my gut. It doesn't feel right. I see in your eyes. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Let's talk about your ex. Sorry. Po, dhe ti je shqiptare. Nothing else.
fakta që të gjeja vetëm niacinamindet edhe peeling solution nga The Ordinary, nuk ajta do t'i gjeja vitaminën C dhe retinolin. Do t'i gjej tek Sephora që kam afër shtëpisë. Edhe takova 3 goca nga ju, të cilat nëse po shikojnë videon tani, përshëndes, edhe një zonjë nga ato ishte shumë e mirë, se sapo më pa, tha, "Ua, këtë gocën ta e kam parë." Dhe fakti që më folën shqip isha shumë e emociuar edhe ngela pak në fillim, por pastaj u futën në muhabet edhe i përshëndes shumë, i kërkoj shumë ndjesë nëse mund të jem treguar pak sa e turpshme ose nuk ka ndonjë shumë muhabet. Dhe jetoni shumë afër me shtëpinë time, kështu që u bërën follow në Instagram, dhe pse jo ndonjë ditë do shifemi nga lagja e tyre. Në makinë, sot vendosa që ta bëj këtu. Dhe t'rregoj pak shpejt, vendosa të merr këtë parfumin nga Sol de Janeiro. Shpresoj të jem duke e thënë saktë, dhe ishte $25. Vendosa të merr këtë që është me vanilje dhe ishte super e mirë si aromë. Doja që të merr vitaminën C dhe retinolin, por nuk u gjeta, kështu që përfundova me niacinamindet nga The Ordinary, kjo ishte $6. Dhe mora gjithashtu peeling solution që kam pasur edhe herë tjetër, është ai lëngu si kuq, si gjak. Dhe kjo ishte $10. Ashtu si gjak. Tani do shkojmë tek Mojo, shpresoj të ketë diçka që të na pëlqejë dhe atje, dhe pastaj do shkojmë tek Primarku. Gjithmonë e mbyllim me Primarkun, por jam shumë e sigurt që tek Moja ndoshta nuk do gjejmë gjë, por tek Primarku do gjejmë shumë gjëra, kështu që le të ikim. Pantallona për të provuar, mora diku te 3 palë, 2 palë boqiell dhe 1 palë të bardha, por do marr provës, është e mbyllur, kështu që normalisht nuk do t'i marr pa i provuar. Ishte dile këtu edhe becoll. Tani sapo dolëm nga Hanoja, siç e pat nuk mora asgjë, sepse dhoma e provës ishte e mbyllur. Dhe nuk arritëm dot që t'i provonim pantallonat, kështu që tani po shkojmë te Primarku, shpresoj që gjejmë një gjë të bukur aty. Stone, I know it's not my fault, it's just the way it is, love. My childhood was a bore, my feelings got ignored, now I keep acting out loud. Got me feeling like I stepped on legal, stressing on my way to work, my way to work. Smiling like a robot, try my best to cover up how much it hurts. You know it hurts. I'm not coming to your birthday party.
Atëherë tani po provoj këtë kapele, po si gjithmonë unë kapelet nuk e kam marrëdhëniet shumë të mira, duke sikur nuk më shkojnë, por kjo më duket sikur deri diku më shkon, më pëlqen, ndoshta me veshjen. Si di. Okej, po t'rregoj pak shpejt se çfarë morën tek Primarku, se për pak e bëra mbylljen e videos pa u treguar se çfarë kam marrë tek Primarku. Dhe po filloj direkt me këtë pasqyrën që është kaq e bukur dhe e vogël. Këtë dua të vendos te komodina që kam tek dhoma e gjumit, ndoshta mund ta vendos edhe në sallon. Mora 2 SpongeBob-a. SpongeBob. SpongeBob and Patrick. Po, këtë është SpongeBob dhe Patrick, ora. Si quajmë sponge? Beauty blenders. Kam marrë 2 beauty blenders, të cilët ishin nga $2.5 dhe vendosa të merra 2 pako sepse unë këto gjithmonë i hedh. Dhe në fund pastaj përfundoj që mos të kem asnjë në shtëpi për të bërë make-upin. Kemi marrë thonj falco, te Primarku ishin shumë lirë dhe nuk e dija në fakt, ishin $2.5 dhe $5. Këto ishin $5, janë kështu lejla. Këto të tjerat ishin 2.5, janë këto baby blue që mua më pëlqejnë shumë. Ndërsa këto të tjerat janë nude. Edhe këto ishin shumë të bukura, kështu që nëse doni thonj falco, merrini tek Primarku. Kam marrë këtë qiriun, i cili kishte një aromë super të mirë, është me trëndafil dhe me jasmin. Edhe dua që ta vendos në sallon sepse i ndes gjithmonë në darkë që të vi shtëpi aromë e mirë. Ishte vetëm $2 me ulje nga 4. Dhe gjëja e fundit që kam marrë janë këto pantallonat e shkurtra për Ryanin. Janë një palë gri, të cilat janë shumë të bukura dhe janë me dinosaur, me kafsh. Edhe të tjerat janë të zeza. Këto ishin shumë të mira sepse janë të holla për tani në pranverë dhe ishin vetëm $12. Okej. Tani këto pak gjëra që tregova, pak, po në faturë shkuan diku tek $40, pra $38 e gjysmë. Atëherë kjo është edhe fatura, këtu i keni të gjitha çmimet, edhe mendoj se këtu do ta mbyllim videon për këtë javë. Unë ju falenderoj shumë që e keni ndjekur këtë video, si gjithmonë mos harroni të bëni një like, comment dhe subscribe. I falenderoj shumë goca që më folën tek Sephora, realisht ma kam zbukuruar shumë ditën sot dhe nuk e prisja dhe jam vërtet shumë emocionuar dhe dua t'i bëj një zemër të vogël. Tani kjo zemra nuk është aq e bukur sa duhet, por është shumë e sinqertë. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, comment edhe të rrisim komunitetin tonë të vogël, sepse kam parë që te video fund jeni shtuar shumë, dhe ju falenderoj shumë nga zemra. Tek video radhës do kemi gjëra akoma më interesante sepse nuk do shndrojmë në shtëpi dhe nuk do bëjmë shopping, por do dalem të shikojmë gjëra të reja të cilat nuk i kemi parë. Kështu që bye. Dua kafe të plas. Si bën Rajna të zemrën më prit. Më si bëjt ajo detajo, kjo këshu, bëjt një zemër tjetë. Okej.